se këtu ka lëvizje gjithë kohës Katerina tek Muza Fashion Fair. Katerina Mato, zonja dhe zotrin, kush po na ndjek live tani nga YouTube-i, se po bëjmë live stream për gjithë ata të cilët ka një lloj kurioziteti për t'i parë me radhë një pjesë të mirë të pjesëmarrësve. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Katerina, kur më erdhi lista e njerëzve që do ishin pjesë, thash me vete, okej, Katerina Mato. Edhe mendova të shoh çfarë brendi ka, por brendi është i gjithë i yti, është emri mbi emri yt, ti nuk i ke vendosur një emër brendit. Pse? Për të qenë sinqert, më thuaj. Emri është zgjedhur artistikisht. Për t'i dhënë një qasje pak më internacionale. Se e ke C, e ke me C. E kam me K. Ndërkohë, brendi është vendosur me C. Sepse unë kam 10 vite që punoj me kompani të huaja të modës dhe të gjithë ma shkruajnë me C. E mendova si një indicje që është... Se jo. Se jo. Edhe të oja kishte një apostrof aty lartë që të dukej më... Unë fakt, mendova se mos ishe e huaj në fillim. Dhe thash, Katerina Mato është... Jo, më thamë është shqiptare. Okej, dhe kështu, ja ku jemi edhe po njifemi. Ja ku jemi, me shumë krenari. Cilat janë produktet e tua? Çfarë dizajn është bën ti? Me çfarë vjen tek Muza kësaj radhe, por nga ana tjetër, për çfarë njihesh? Atëherë, unë sapo e kam lançuar brandin. Koleksioni me cilin prezantohem këtu tek Muza është koleksioni i pranververës, i quajtur Roderna me frymëzim nga Roma. Dhe i gjithë frymëzimi është marrë gjatë udhëtimit tim në Romë vitin që shkoj. E mendova të vi me këtë koleksion të pranververës. Veshjet konsistojnë kryesisht në materiale naturale, 100% pambuk, 100% koton, lino, dhe materiale të mirë menduara në detaje. Të gjitha janë të personalizuara për brandin dhe çdo krijim i brandit është me prekjen time. Qartë. Katerina, ti je edhe designer në të njëjtën kohë apo ti ke një ekip designers që sjell në jetë produktet? Idet. Atëherë, unë jam inxhiniere tekstili dhe punoj si inspektore kontrollit të cilësisë për brendet e mëdha. Pra ti një kualitetin që me të prekur. Unë jam pjesë e industrisë që në fazën A. Dhe deri në fazën përfundimtare, ku certifikohen për të dalë në dyqane. Dhe kjo më bën të them me krenari që tek brendi im, nga A-ja tek Z-ja, merrem unë me çdo detaj. Që nga konceptimi, trend researchi përpara se të filloj të skicoj, skicimi dhe më pas dalja prototipit dhe krijimi i produktit. Katerina, janë veshje të përditshmes, janë veshje përgjithsisht të cilat... Me qasje artistike? Po, se kjo për shembull fjala vjen. Që është shumë e bukur. Fjala vjen. Pra duhet të kuptoj ku rriti me produktet. Po, unë kam zgjedhur të vi në treg, të dalë në këtë industri me produkte që i përfshin të gjitha fushat e jetës. Që do të thotë dhe produkte për përditshmëri, dhe produkte për një event, dhe produkte për një rast, diçka që vajzave ju jepet mundësia ta gjejnë veten, sa herë që ka nevojë të gjejnë produkte unike me qasjen e Katerina Matos. Kati, po ti prodhon në seri, apo janë pak copa, pak kampionar të cilët kush i blen dhe qëndrojnë aq? Unë kam menduar që të vi pak më ekskluzive, që do të thotë sasia është e limituar, por jo vetëm, pra nuk janë unike, është patjetër prodhim. Unë po shikoj që kërkesa po shtohet, por kam zgjedhur të mos kompromentoj asgjë që ka lidhje me cilësinë. Cilësia do të vazhdojë të mbetet e njëjtë, pavarësisht nëse numrat shtohen. Klientela dhe komuniteti zerohet. Sa mirë brendet Made in Albania po rriten. Unë kam pasur një sy të vëmendshëm për Muzën në një herë në vitet e shkuara, po si këtë vit, po kuptoj që ka më shumë kompani, brende shqiptare të cilat nuk i bën syri tërë edhe në raport me konkurencën e huaj. Dhe ne jemi në treg global, këtu brendet huaja ka shumë. Cila mendon ti që të bën ty pikë të fortë në raport me shumë kompani të huaja? Ne kemi fast fashionin që bën namin sot. Fatkeqësisht.
Tash ndonjëherë dhe fatmirësisht. Patjetër, po për pjesën e njerëzve të cilët duan vërtet të investojnë në garderobën e tyre, sepse ne i dimë që nuk t'i jepet një mundësi e dytë për të lënë një përshtypje të parë. Dhe imazhi është një farë pasaporte për njeriu. Fatmirësisht ka opsione për të gjithë. Për pjesën e konkurrencës, unë jam lobuese shumë e madhe e Made in Albania, sepse punoj me kompanitë të cilët prodhojnë, me duart e zonjave shqiptare, ka një vëmendje të paparë ndaj detajeve, ndaj cilësisë, dhe gjithashtu kam dhe qasjen e brendeve të huaja, të cilat janë shumë të kënaqur me produktin. Ndërkohë, për pjesën e konkurrencës, tashme si një brand dhe jo vetëm një studiuese dhe inspektore brendeve, mendoj që diferenca është sepse ne edhe i japim vëmendje cilësisë. Nuk është thjesht prodho dhe shit, edhe të jetë fokusi tek margjini i fitimit. Ne duam që klienti të vazhdoj të mbetet klient, dhe kjo është çelësi. Një klient i kënaqur është një klient që rikthehet. Kjo është pak po sigurt. Super. Ti ku shkon për të bërë pazar vet, e dallon një produkt që nga e prekura. Pra arrin të kuptosh copën, arrin të kuptosh cilësinë, arrin të kuptosh... Tani, unë jam inspektore kontrollit të cilësisë, pra unë certifikoj mallrat nëse janë në gradën e duhur për të kaluar në dyqan që ti ta blesh. Moj Katerina, dhe ky syrim është bërë shumë kritik dhe kur shkoj, nuk dua ta shikoj me syrin e ekspertit, po të një klienti. Me syrin e thjesht, dhe në momentin që në të parë unë shikoj asimetri, defekte, fije të hequra, disbalans në ngjyrë, unë e çmoj atë që ati nuk është bërë një kontroll, nuk është dhënë vëmendje dhe nuk duhet të jetë në garderobën tënde. Nisa të pyesja, moj Katerina, çfarë mallra shiten në Shqipëri? Ne, okej, se jemi gjithë ekspert, po na e thuaj ti, emrat e mëdhenj, le të themi dyqanet e mëdha, ato që janë internacionale, shesin kualitet gjithmonë më të ulët, me çmime gjithmonë më të larta, çfarë malli shitet këtu? Atëherë, unë pjesët që kontrolloj janë gjithmonë për destinacion për jashtë, për ditë të them. Do doja të të pyesja si konsumatore. Si konsumatore. Pra nëse unë e ti shkojmë në një qendër tregtare dhe futemi për blerë ca gjëra, ti e prek, ti thua, dëgjoj, kjo është material i mirë, ose për kaq para mos i hidh lekët kot. E kuptoj, ka dyqane që kanë vërtet cilësi të mirë, i është dhënë vëmendje, ndoshta edhe për shkak të investimit, dhe ka dyqane tjera në cilat cilësia është e gradës 2 ose 3. Mirë, po vlen të them që jemi gjithmonë në rritje, gjithmonë në përmirësim, sepse konsumatori po bëhet shumë vëzhgues. Po informohet, teknologjia ka bërë të mundur që edhe ju që nuk jeni ekspert, të kesh informacion. Edhe kjo më pëlqeu shumë që më pyete në lidhje me preken, ka konsumatorë që nuk janë ekspert që edhe me të prekur po e kuptojnë. Janë bërë të ndërgjegjësuar që të shikojnë etiketën e kompozicionit për parë përbërjen, për të bërë diferencën nëse është fibër natyrale apo e prodhuar nga njeriu. Tek Katerina Mato me C. Prodhohet ekskluzivisht vetëm për vajza apo keni edhe për djem? Momentalisht jemi fokusuar vetëm tek vajza. Target grupi është nga zakonisht target grupet variojnë 10 vite, por unë kam dashur të krijoj veshje që edhe përpos atyre 10 vite dhe e gjen veten, nga 25 deri në 45. Kam përfshirë 2 dekada. Okej, perfekt. Katerina, ishe kënaqësi që të njohta. Faleminderit. Faleminderit ty që erdhe tek Kycepi Joni Muza Talks. Faleminderit për hapësirën që na jepni gjithë ne për të lançuar gjithë punën që bëhet. Po bëjmë një live stream në YouTube për gjithë ata që kanë kuriozitet për të parë kush merr pjesë dhe cilët janë ata të cilët kanë një opinion, flasin, duan të ndajnë mendime, kështu që patjetër i mirëpresim. Faleminderit Kati. Faleminderit. Faleminderit.